Luizi dhe Kiara reagojnë me dinjitet ndaj shpifjeve, njerëzit papaqe flasin për të tjerët. Moderatorja dhe influencerja e njohur Kiara Tito ka reaguar me qetësi dhe elegancë ndaj komenteve negative që qarkullojnë në rrjetet sociale për bashkëshortin e saj, Luis Eiri. Në një sesion pyetjesh me ndjekësit në Instagram, njëri prej tyre e pyeti: "Si ndjehesh kur bashkëshortit i thon fjalët më negative, e si ndjehet ai?" Përgjigjja e Kiarës ishte e matur, me një mesazh të qartë për ata që përhapin urrëtie. Kur dikush flet keq për ty, zakonisht tregon më shumë për gjendjen e tij se për ty. S'më prek, disa thjesht kanë nevojë për ndihmë, jo për përgjigje. Moderatorja shtoi se edhe Luizi nuk ndikohet nga fjalët apo shpifjet që qarkullojnë në internet. Luizin e keni parë besoj që nuk merret me llafe dhe as nuk i bëjnë përshtypje shpifjet dhe mallkimet e disa njerëzve që nuk kanë një jetë. Ky reagim tregon edhe një herë pjekurinë emocionale dhe forcën shpirtërore të çiftit, më të dashur për publikun shqiptar. Në vend që të bien prej negativitetit, Luizi dhe Kiara zgjedhin të jetojnë me dashuri, harmoni dhe respekt për njëri tjetrin, duke u bërë shembull për shumë çifte të reja që ndjekin rrugën e tyre. Me qasjen e tyre të qetë dhe të ndershme ndaj jetës, ata dëshmojnë se lumturia nuk matet me fjalët e njerëzve, por me pashën që ke brenda vetes. Mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!